9 deputet të rëndësishëm dhe një kryebashkiak po aq i rëndësishëm që të gjithë opozitar u gjendën një SBA për disa ditë, nga mëngjezi i lutjeve tek lutjet për të ardhur në pushtet. Opozita e ka varur shpresat tek Amerika, beson se ditë më të mira do të vinë, dhe ajo ditë thuhet se është e afërt. Besojnë se vetë Amerika do të ofrojë begatim për opozitarët që besojnë se mrekullia kalon nga Washingtoni, pasi është ndalur një herë në kavaj. Për mëngjesin e lutjes dhe takime të rëndësishme me kongresmen të SBA-s, së bashku me ligjvënës të Partisë Demokratike, ditët më të mira janë përpara. Është ky mesazhi i shkurtër me kuptim të gjatë e të thellë që dha kryetari i Bashkisë Kavaj. Ndër emrat e njohur të deputetëve të opozitës ishin kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, deputetët premtues me të ardhme nga e shkuara Belind Këlliçi, Ivi Kaso apo Klevis Balliu, pa harruar të përhershmin Fatmir Mediu, që gjeti kohë për të vizituar Washingtonin, edhe pse me agjend të ngjeshur nga gjyqi që po zhvillohet ndaj tij për tragjedinë e Gërdecit. Opozita thot se ka mësuar nga e shkuara. Edhe ish kryetari de jure Lulzim Basha, në ditët më të vështira të tij, fjalën amerike kishte në çdo fjali, ndërsa sot nuk e di më kush se ku ndodhet, pavarësisht se lufta që gjithnjë sapo kishte nisur, tashmë po përfundon me pasojën opozita e dorëzuar. Kryeministri Rama ka çto ofroi, përfshi ishuj e Bregdet me shumicë, mjafton që edhe për të fjala Amerika të shihet si shpëtim për lëkurën e rregjur në 13 vite korrupsion, krim të organizuar dhe oligarki. Po për opozitën ku janë qytetarët, apo Amerika e para? Edhe pas 13 viteve duke pritur radhën për në pushtet, opozita nuk e ka kuptuar se lutjet, jo vetëm për një mëngjes në Washington, opozita protestoi për të drejtën e shpresa dhe fryma krijohet me votuesit e saj, që nuk mund të ushqehen me lugën bosh të kilometrit të fundit.